Riprodhimi njerëzor. Ndërlikueshmëritë e riprodhimit njerëzor u shpjeguan dhe u kuptuan vetëm pas shpikjes së mikroskopit. Qindra vjet pas vdekjes së Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Kurse Kurani i përmend të gjitha etapat nëpër të cilat kalon embrioni. Allahu thot: "Vërtet, ne e krijuam njeriun nga dheu. Pastaj ne e vendosëm atë si një pikë sperme në një vend të sigurt. Pastaj ne i dham pikës së spermës trajtën e një sendi të ngjitshëm. Pastaj ne i dham sendit të ngjitshëm trajtën e një cope mishi të përtypur. Dhe copës së mishit të përtypur i dham trajtën e eshtrave. Pastaj ne i veshëm eshtrat me mish të plot. Pastaj ne e zhvilluam atë në një trajt tjetër krijimi, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues." Kur'an. Vëzhgimet e shkencës së sotme tregojnë se etapat e zhvillimit të njeriut janë: plenimi i vezorës, që ndodh në gypat e mitrës, plenues është fara sperma e mashkullit. Implantimi, vendosja e vezës së plenuar në një vend të përpikt në sistemin riprodhues të femrës. Ajo zbret në mitër dhe vendoset në trupin e saj. Kur embrioni nis të vërehet me sy të lirë, duket si masë e vogël mishi. Ai rritet atje gjithnjë më shumë, sipas etapave që njihen mirë sot e që çojnë atë në struktura e shtërore. Muskujt, sistemi nervor dhe sistemi i qarkullimit të gjakut, organet e brendshme e të tjerë. Në përfundim, doktor Bykaj vërteton: "Më së 1000 vjet më parë, në një kohë kur ende ishin të përhapura doktrina fantastike, njerëzit kishin një dije për Kuranin. Pohimet që përmban ai shprehin me terma të thjeshtë të vërteta, për të cilat njeriut i janë dashur shekuj të zbulojë vetë.